Atëre, si që e thamë, pra, plani rritjes që nga tetori vitet kaluar ka marrë një hovë, le të themi, është fatkeqësi që Kosova ka qenë ndër vendet e para që ka dorëzuar agjendën e reformave, ndërsa tani nuk i ka marrë as mjetet fillestare, pra parafinancimi prej 7%, së bashku me Bosnjë-Hercegovinën. Bosnjë-Hercegovina i ka problemet e saj, nuk ka arritur që as ta adoptoj agjendën, ndërsa në rastin tonë kjo është një problem as pak teknik, por puro politik, për arsye se, siç thatë, marrëveshjet nuk u negociuan me kohë, ato nuk u votuan në kuvend para se të shkojnë në fushatën parazgjedhore dhe tashmë jemi në një ngërç politik ku pa u konstituar kuvendin nuk mund të ratifikohen marrëveshjet, prandaj është shumë fatkeqësi që ta shohim vendin tonë të bllokuar po ashtu si Bosnjë-Hercegovina, kur në fakt ne nuk i kemi asnjë nga pengesat e brendshme që i ka ajo. Mirë, por në anën tjetër, ne pa Marta Kos që tha që nëse deri në vitin 2027 nuk përdorën këto para, këtu duhet ju kthehen pastaj buxhetit të Bashkimit Evropian, po flasim për 6 miliard euro, rreth 900 milion vetëm për Kosovën janë të dedikuara. Apo sheni ndonjë urgjencë tu në Prishtinë ju tu e pas parasysh nevojën për me pas një sistem të kuvendit dhe që të kapen këto fonde për shkak se janë shumë projekte në sektor të ndryshëm, apo jo zoti Igor? Po dje pikërisht në koha kishte një lajm se zëdhënësja e Komisionit Evropian në një mënyrë pak a shumë thoshte se nuk mund t'ju presim përgjithmonë, ndërsa sot komisioneri Akos ishte shumë e qartë se reformat përfundojnë në vitin 2027, në fakt ekziston edhe një grace periud një vjeçare pas saj, pra deri në fund të vitit 2028, por se nëse nuk zbatojmë, rrezikojmë të humbim fonde. Ne si GLPS e kishim thënë këtë më herët, e kishim paralajmëruar të gjithë kastën politike që veproni tani në mënyrë që mos të humbim fonde. Kishim marrë disa shpjegime se jo, parat janë aty, nuk po ikin askund, se do t'i marrim herdo kur do. Tash është shumë mirë që zonja Kos zgjodhi të flasë kaq drejt për drejt dhe se 2027 zoti Igor, kjo është i farafalti pak më i gjatë, po shpresoj deri atëherë s'ndesim pa konstituar kuvendin. Po tash po dalim te pjesa tjetër se këto para nuk janë vetëm ratifiko marrëveshjen dhe merre. Po të kryen reformat. Tashmë janë 7 afate, le të themi, brenda të cilave duhet të kryen reforma dhe të raportohen në Komisionin Evropian. Tashmë zyrtarisht dy të parat i kemi humbur. Nëse e shohim si po shkon gjendja politike në vend, sidomos në qoftë se shkojmë në zgjedhjet të parakohshme, siç u përmend në tetor së bashku me zgjedhjet lokale. Kjo është mundësi, por jo domosdoshmërisht. Është mundësi, po është përmendur nga emra shumë kredibil, pra që janë, le të themi, vendimmarrës. Ka shumë gjasa reale që nëse ndodh kjo në vitin 2025 të mos kemi një qeveri dhe kuvend funksional, që do thotë t'i humbim 3 nga 7 afatet për zbatim, monitorim dhe raportim. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se viti 2026 dhe 2027 do t'jenë plotësisht kaotike sa i përket zbatimit të masave. Pse? Sepse për një vjet e gjysmë kur ne do duhet të përfundonim disa masa, nuk i kemi përfunduar dhe këto do të krijojnë një efekt zinxhir. Unë dua të jap vetëm një shembull. Për shembull, deri më sot do duhet të krijojë Këshilli Kombëtar i Inovacionit. Por ajo nuk bëhet dot pa u kaluar fillimisht ligji për inovacion që do duhet të përfundonte në dhjetor të vitit të kaluar. Pra një masë që nuk u krye në dhjetor të 2024-s, i merr zinxhir gjithë ato tjera që do duhet të kryeshin. Prandaj po humbim shumë kohë dhe prandaj ky ngërç po na kushton qindra miliona euro. Mirë. Kur flasim për vendet të fqinje, kemi parë një farë lloj disbursimi që është bërë të shumë vende, flasim edhe për të Serbia, e cilës mjetet e parafinancimit janë disbursu. Pra Serbia ka përfituar 10 miliona euro si pjesë fillestare dhe arsyetimi ka qenë konstruktive në dialogun Kosovë-Serbi. Si e keni parë këtë fillimisht dhe a mendoni që do të jetë rasti i njëjtë me Kosovë duke pas parasysh që pikërisht këtyre ditëve për shkak të një iniciative të qeverisë Kosovës për ndërtuar 2 ura karshi urës ekzistuese të Ibrit, i ka reaguar Bashkimi Evropian duke thënë që mos të merren masa të një anshme, po ashtu ambasada e Gjermanisë po mësot. Po dua ta shoh nga konteksti më i gjerë politik, a mundën edhe këto veprime pastaj të na sillen edhe kur të konstituohet kuvendi
që të na paraqiten si telashe gjatë rrugtimit për të implementuar, zbatuar planin e rritjes? Po nëse shojmë në përgjithësi planin e rritjes, kjo ishte pak a shumë një lloj nisme personale kryetares së komisionit zonjës von der Leyen, dhe në këtë aspekt ajo u tregua, le të themi, më dorëshlir. Pra nuk I shikon në një mënyrë këto kritere teknike shumë ashpër, por tregohet më liberale me vendet e rajonit. Sa I përket rastit të Serbisë, Serbia për shkak të destabilitetit politik u vonua me ratifikim të marrëveshjes, pastaj ratifikuan, mirë po presidenti Vučić shkoi në Moskë, edhe kjo ja vonoi disbursimin e fondeve, por më në fund e morën. Por çfarë mund thot komisioni, qoftë për Serbinë, qoftë edhe për Kosovën, është se ne I kemi ftuar në takim në Bruksel dhe ata janë paraqitur. Pra, në qoftë se do të vendosin në favor, mund ta përdor këtë arsyetim. Por në qoftë se do të kishte zëra në Komisionin Evropian që thonë se jo, Kosovën duhet ta dënojmë edhe më tutje, atëherë ata do të mund t'i merrnin parasysh këto që ata I quajnë veprime të njëanshme në veri. Por se kemi disa shenja pozitive që kjo sipas gjitha gjasave nuk do të ndodhë, sepse mbi gjitha çka ishte kryesorja është se masat në kornizën e investimeve në Ballkanin Perëndimor, pra një pjesë e mirë e fondeve të planit të rritjes do të kalojnë nga ajo. Masat që ndërlidhen me planin e rritjes nuk do të zbatohen. Pra Kosova në një mënyrë është liruar nga ato masa, që është një shenjë shumë pozitive nga komisioni që na I ka hapur të gjitha dyert. Të thotë vetëm duhet të esni përpara, dhe edhe në Shkup e tha shumë mirë komisionerja Kos, unë dua që gjitha këto parat që këto fonde të shkojnë në vendet tuaja dhe të shfrytëzohen për reforma dhe në infrastrukturë. Por nëse nuk e bëni ju dot, atëherë ne duhet t'i kthejmë këto fonde në buxhetin e Bashkimit Evropian. Mirë, kryeministri Kurti në Shkup sot tha që praktikisht plani